Besar Atifllari shërben në profesionin e infermierit, por është një shembull frymëzimi për nisma humanitare që shpeshherë ai ndërmerr. Nisma e tij më e fundit ka qenë mbjellja e pemëve dekorative në 2 objekte kulti në fshatin Symiz në Maliq. Ai ka një mesazh për shoqërinë, që të shtojmë sa më shumë gjelbërimin. Kjo është një iniciativë ime personale me tarot e mia. Këto tarot kam menduar t'i shpenzoj në pema, domethënë duke blerë pemët dekorative. Dhe vendet ku kam zgjedhur ti mbjell këto pemë si nismë personale ishte objektet e kultit, xhami. Tani në fshatin ku un kam lindur dhe jam rritur janë 2 objekte kulti, xhami, një është para viteve 90 dhe një është pas viteve 90. Vura re domethënë gjatë praktikimit të riteve fetare vija re se diçka mungonte. Ajo që mungonte ishte ajo kurora e gjelbër në këto objekte kulti dhe besoj se do vlej, domethënë në të ardhmen me kalimin e kohës kjo do bëhet një pjesë panoramike, qoftë për objektin, qoftë për komunitetin ku jeton. Kjo vlejti, domethënë besoj se do vlej edhe si nismë, domethënë për të tjerët, që të merret si pikë referimi, si shembull, domethënë që të praktikohet edhe nga njerëzit e tjerë. Ajo është e rëndësishme të shtojmë gjelbërimin. Ky është apeli që drejtoni për të gjithë banorët. Po. Në këto objekte ai mbolli 50 rënj pemësh dekorative si bredh, gështenjë, egër dhe blir.